Të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 21 qershor i vitit 2026. Sot është dita e 22 e protestave për rrëzimin e regjimit të Edi Ramës dhe në linjë jam me mikun tim Gjergj Thanasin. Për ju që keni ndjekur intervistat tona apo postimet tona në Facebook e të tjerë, ne kemi përcjell këtë protestë që nga fillimi i saj. Besoj që unë me Gjergjin kemi qenë nga të parët që vëmë në dukje se si u kap protesta dhe u transformua dhe se si idealet e protestës kundër regjimit të Ramës janë ndryshuar si pasojë e grupeve të interesit. Me Gjergjin kemi vënë në dukje të parët, kemi ekspozuar grupin e Gent Prognit, e Arben Kolës, e Ilir Xhemalajt dhe atyre që Progni quan 40 bodyguardët që e ruajnë atë dhe i ruajnë mikrofonin. Dhe kemi vënë në duke domethënë se si protesta u monopolizua nga një grup i vogël të fortësh dhe se si ky grup ja ka ndryshuar protestës atë sloganet parsore që kjo kishte. Për shikuesit tanë duhet t'i kujtojmë që kjo protestë kur nisi si një revolt ndaj marrjes së Gadishullit, nëse mund ta quaj kështu, apo plazhit të Gërdecit dhe ishullit të Sazanit nga Zvërnecit, jo Gërdecit, po thonë. Gërdecit tash? Okej, po Gërdec, Zvërnec, po Gradec, gjithë bullgar jemi. Apo përdorin terma bullgar. Domethënë kur nisi protesta, nisi si revolt ndaj marrjes së Zvërnecit, po jap edhe term bullgar, Zvërnec. Domethënë plazhit të Zvërnecit edhe ishullit të Sazanit nga mafia e Xharet Kushnerit. Dhe në ditët e para kur protesta nisi si një revolt ndaj shitjes së Shqipërisë që Rama po i bënte mafjes izraelite. Dhe edhe pse protesta nisi domethënë me këtë lloj ankese qytetare, çfarë kemi vënë re ne është që kjo protestë më pas u mor peng nga grupi i Arben Kolës, i Gent Prognit, i Ilir Xhemalit dhe atyre tjerëve që s'po ja kujtoj emrat edhe as nuk po ja përmend. Dhe se si ndryshuan sloganet e ditëve të para me slogane tjera Rama-Mburg, Berisha-Mburg. Përveç kësaj kemi vënë në pa edhe grupet e tjera të interesit që u futën në këtë protestë për t'i dhënë kahjen e tyre. Dhe ja ku jemi sot në datën 22, ku edhe pse mikrofoni i protestës është nën kontrollin e bandës Genti Prognit me 40 bandit, sërish populli vazhdon proteston dhe kemi grupe të ndryshme shqiptarësh me qëllime nga më të ndryshmet, por që të gjithë ata i bashkon një dëshira për ta hequr qafe Edi Ramën. Do t'i lej fjalën Gjergjit dhe më pas do futem edhe unë, domethënë që t'jap komentin tim se si unë e shoh protestën nga larg, nga prapadiellit. Gjergji, si e shikon protestën deri tani? E para shikimin e protestës do ta filloj duke qenë në kundërshtim me ty. Nuk është banda e 40 bodyguardëve, është thjesht grupi Shorupi. Kaq është. Grupi Shorupi. Gent Progni në intervistën që i dha këtij ish Skënderbegasit Roland Qafoku tha kam 40 bodyguard, domethënë, dhe me këta 40 bodyguard tha bëjmë lekta nga xhepit dhe që paguajmë fonin. Domethënë unë po i përmbahem deklaratave të Prognit.
Mirë, po thelbi i grupit është grupi Shorupi, le të ketë edhe 140 bodyguard. Ka një gjë. Nuk ka më vlerë monopoli i mikrofonit. Regjia qendrore duhet të ndryshojë qasjen ndaj këtij problemi. Pra ato që kanë punësuar prog një në kohë, padronët e prog një në kohë. Pse? Ditë e para u morë kontroll mikrofoni, punoi fort antiterrori, u hoqën këto parrullat, posterat me demek antisemit, leshmëkime. U hoqën këto t-shirtat ku Surrati Ramës ishe si qifut praktikant, si qifut ortodoks. Kaq. Mirë po, urrejtja që është në popull dhe dalja e shejtanit nga shishja ka bërë që gjithë këto masa nuk kanë më vlerë. Pse? U rikthyen kefijet palestineze. Çfarë do bëjnë? Do ja shpulin me zor nga qafa? Vajzave, si jep të urdhën me meçeu që ti grisën pantallonat ka u bëj çunave 50 vjet më përpara. U kthyen parrullat pro-palestineze. U kthyen parrullat jo antisemite, po anti-hajdutëri qifute. Ka dallim antisemitizmi nga anti-hajdutëria qifute. Anti-hajdutëria qifute është safi patriotizëm në Shqipëri. Çdo më të vjellën, është shumë e thjeshtë. Tani, këtu do them diçka. Më bëri përshtypje ky Qeleshja nga Kuksi, Kolashi, që e ka mbi emrin ky, që kur u hodhën parrulla kundra hajdutëve qifut, ai doli nuk na duhen hallet e botës, na duhen hallet tona. Shumë e drejtë, arriti të mbledhë dhe atë grupin rreth e qark, domethënë që ta përkrahej e këndvështrim me këtij. Si duket regjia qendrore ja dha shumë shpejt me kufje vijën e sjelljes. Ustanovka i kam pas thonë 60 vjet më përpara. Por ka një problem të vogël më Qeleshe. Ka një problem që unë do bëja pyetjen tjetër, më fal. Nuk na duhen telashet e botës. Po kur telashet e botës janë telashet tona? Sepse ti thua Shqipëria nuk është për shitje, bukuri. Rama po e shet Shqipërinë llokma. Kush po e blen më? Olsi, Gjergji, kush po e blen Shqipërinë? Kush e ka bler Butrindin? Qofse ka bler, se mund të ketë marrë xhaba, lirë fare. Kush e ka bler Apollonin? Sepse po blehet, po vidhet apo po merret kyl nga teatri antik i Butrindit ke amfiteatri i Durrësit. Kush po tenton pun muajsh të marrë lagjen Kalata Elbasanit? Elbasanli, mbroni shtëpia tuaja, mbroni baxhet, mbroni dyqanet tuaja. Dakor? Mbroni garazhet tuaja. Po vinë t'ju marrin në kuadrin e rivitalizimit. Iku kjo. Kush po merr bazat ushtarake shqiptare, industrinë ushtarake shqiptare, projekti vjetër i Majorit Pinari për t'i marrë me amfiteoz. Kush po e merr? Kajo. Kush është ortaku jo shqiptar i Kajos? Një çifut, rastësisht. Kush po e merr bazën e Pashelemanit ku janë hull pare shqiptare, pare sovjetike vitën parë, pare turke mas 97-s. Po e merr një shoqëri e përbashkët që ka tanga kompania Fincantieri italiane dhe është çifute. Më fal, po është antisemitizëm ky që mos më morin bazat ushtarake? Pastaj, kush do ta bëj atë muzeun ke tunelet në ndecëve në Porto Palermo? Kush do ta bëj me atë muzeun? Pra që do vidhet baza, se po bëj muze ne. Se nuk është era parë që vidhen tunelet e ushtrisë se do bëhen muze, po kjo është Vari Karlo, s'jam duke marrë me këtë punë. Vari Karlo, kupton? Atëherë kush? Vazhdojmë, s'kam mbaruar. Kush është mbrapa lojrave të fatit? E kam thënë edhe herë. Kush është mbrapa skandalit Gulf Oil që i vodhi lekët shqiptarëve? Ana del nga një çifut. Atëherë, janë hallet e botës apo janë hallet e shqiptarëve? Kur vidhen lekët e shqiptarëve, kur vidhet ushtria e shqiptarëve, kur vidhen tokat e shqiptarëve, kur vidhen plazhet e shqiptarëve? Se edhe ky Jared Kushneri është ebrej etnik, pavarësisht se shtetas amerikan, apo jo? Po mund të ketë edhe pasaport izraelite, ëh?
Po s'ka rëndësi më, le të ketë edhe uruguajane. Pyetja është kur këto vidhen, janë hallet shqiptarëve apo jo? Apo shqyra i du që na erdhe në shtëpi me mbjellë shtëpinë. E kupton se ky qeleshja Kuksit dhe ai që ka dhënë vinë e sjelljes që ka dhënë për njerëz me 8 maksimumin anë klasë shkollë arsim. Në më pyetja është e thjeshtë. Këto që po na vjellin, a janë hallet shqiptarëve? A janë hallet të shqiptarëve? Po ai projekti ti marrë shqiptarët e ti çosh sklever në Izrael, se do paguen mirë. Tani mund t'i bine e raketë e dronë kështu po s'quhet. Mund edhe t'i vrasin në një nga këto terroristët e poshtër palestinez po s'quhet. Më falë. Ushtarakët tanë më trajnuar se ato morën $100 në ditë. Edhe bëjnë vetëm ushtri, kur shkojnë në Afganistan apo në Irak. Këto do punojnë si qeni gjithë ditën edhe do marrë nga 7 deri në 8.000 shekel. Pra ke $2.200 shë Amerikanë, qameti $3.000. Dakord? Në rregull? Ato vetëm bëjnë në ushtri. Këto edhe do vetë mbrohen, se do i trajnoj qifutit dhe të mbrohen, edhe do punojnë si sklever. Tani, është hall shqiptar, sklavëria e shqiptarëve në shekullin 21 apo jo? Se dakord me lodhemi duke punu në fogjet Italisë apo ke Greku. Po, vdekja është i çik larg në Itali e në Greqi. Pra, ky është problemi i parë. Tani do të qëndroj këtë djalli që ka dalë nga shishja. Nuk ka pik vlere më mikrofoni. E them haptasme, nuk ka pik vlere. Pse? Me 30 det Altin Goxhaj ja dhiu nuse në kal. Neti edhe mbasi ato ikën. Merre ti turmën, unë rri me aq. Me aq ja bëj nervat Kaçurrel Edvinit, kryeministrit të Shqipërisë. Tjetër, populli ka fillu ta marrë fatin e vet në duar. Se jeri ko prisa me opozita, jo po s'kemi opozit, jo ka vdek opozita. Tani opozit është populli. Mësuan nga Zvërneci, kur pan plakun i merre 50 ambientalistin Sazan Guri që shkulte telin, mori hovë rinia. Filloi në Kakome, e hoqën vetë derën prej hekurit, si që bëri shoku Ramizi ditë para 21 tetor ditë lindje Stalinit, që hoqi bursët e Stalinit me vingjet e komunales. Nuk u mjaftuan ato, sot shkatruan gjithçka në kantierë. Mesazhi ishte i qartë, do ta shkulim Hajdutin. Nuk e di kush është mbrapa kompanisë Riviera Kakome, se s'po i gjejmë kush janë investitorët e kësaj kompanisë, më ngelen s'po i gjej. Tjetër, ka filluar Tirana kundra Kajos, që ka investitor qifut, ka filluar edhe kundra Ulajt, trau ke Aferinasit. Të premten nuk do ketë thjesht protest, do përpiqen që ta shkulin trau. Kakomeja dha dhe impsim tjetër. Nuk kisha as polici private, as ushtri, as polici të shtetit. Se Ramës nuk jaman. Se do mund t'i shtypim me polici të shtetit, po është e ka qift, po është përbë policia shtetit. Rrimon pushtet e Rama dhe jo vetëm rri, po a do arrit të rriqet nga Shqipëria bashkë me ato gjonat që ka ke vila vetë në Surrel? Vepretarët e kanë fjalë, ato zgarravinat, ato poçet, ato qypat që ka prodhu Rama. Ha? Ky është problemi. Le ta majme grupi Shurupi mikrofonin, mundësisht do ta fusi nga mrapa. Ka dalë shejtani nga shisha, rasti i shpuljes së flamurit të shtetit të Izraelit. Tu do qëndroj pak. E pash pozicionin kur flamuri nuk është brenda nenit 22.23 të konventës së Vjenës për imunitetin dhe privilegjet diplomatike të prillit të vitit 1961. Sepse nuk është brenda premises, pra brenda sipërfaqes, brenda të ambasadës, është jashtë. Pra, unë nuk dua Italin, jashtë ambasadës italiane, unë mund ta gris flamurin italian, por nuk mund gris flamurin që është i ambasadës, ose jashtë rezidentës ambasadorit italian, ishë Muzeu Lenin Stalin, unë e gris flamurin italian. Mora flamurin italian, se kom pik dobel italianet i du shumë. Por, në këtë rast unë se kam shkel Lenin 22 të konventës Vjenës dhe shteti shqiptar s'ka asnjë detyrim. Nuk ka asnjë detyrim. Unë mund ta gris flamurin, mund bëj kallëzim penal për bllokim rruge, kotë, ose për futje grindjesh për çarjesh, që janë këto reminiscencat e Nenit 55 të agitacion propagandës. Po këto ndjekje penale
funksionojnë me mjekrat e mjera myslimane që nuk mbrojnë, thonë Allahu do t'i poshtëroj zullumqarët. Pranojnë gjykimin e shkurtuar dhe realizojnë planin e arrestimeve të kriminalëve, të terroristëve islamik, këto të antiterrorit. Me mu kjo seca. Pra, kthehemi edhe një herë tek Flamuri. Gocë tek Burnesh e Shkuli. Nuk ka shkelur në gjykimin tim pa juristë ose drejtës ndërkombëtare që e njohin më mirë këtë në 22.2 dhe 3. Pra nuk e ka shkel këtë në gjykimin tim. Le të flasin juristët të specializuar në të drejtën ndërkombëtare. Problemi është, nuk kemi të bëjmë me një false flag që ka bo vetë Çifuti ose Rama. Jo, nuk kemi të bëjmë me atë. Është urrëtie e popullit më. Dhe kjo urrëtie ka dhe gjë tjetër. Që të bëjë ambasadë izraelite? Po me do qurraviten gjithë, me këtë zëvendës kryeministren, me këtë ministrin spionu sigurimi që 19-20 vjeç që ka ky komplikari Feriti, me salin, duket se dhe Muli i PD-s kishe bë një qurravitje për Flamurin. Sa ngre kjo në terren. Ai Flamur që u gris është shumë i rëndësishëm. Pse? Çifut etnik, shumica shtetas të Izraelit, ndër tjera, se mund të kenë 5 pasaporta, masivisht kanë një 2 vjet që bëjmë pronat patundshme në Shqipëri, i tha dhe Rama hajde rrini këtu, klima është e mirë, kemi 2 dete etj, si duhet ja kishe lënë Kristaqi pranë Shqipërinë dhe i ftoi, siç mund të ftoj unë ty ke shtëpia ime, e se ol sopi ke shtëpia ime, e kam të mirë me ajër kondicionum, kupton? Por këto kanë blerë edhe me të shtrenjtë, me 2.000, 2.200, 2.400 euro metri katror apartament, jo dyqan. Në moment që griset Flamuri, do vinë këto të vendosen në Shqipëri, sa i tha vetëm plaqe plaka izraelite, kupton si bëjnë italianët. Do vinë vendosen pse? Këto nuk janë herojt izraelit të 48-ës të kibuceve, që mbillin duke majt krajqafë pushkën japoneze Arisaka. Jo, këto janë byç pambukët, që nuk rezistojnë do të atje nga bombat e nga dronet e Hezbollahut, e Hamasit e Tiranit, edhe ikin nga sytë këmbët. Është e Izraeli i shoqërisë së hapur, të shkyer nga mbrapa, kupton? Që do të bëj Soros si këtu. Ato kanë bler prona. Kur shkulet Flamuri izraelit shumë afër zyrave të ambasadës izraelite në Tiranë. Sa shanse kanë ato të vinë në Shqipëri? Kuj do t'i kërkojnë e sapë të izraelit se do i shesin ma njërë se që kanë ble pronat? Që është normale. Ti ke hallu, si janë budallat t'a ble shtrenjë pronë, ose t'a lejnë aty, se në ofta i ditë mund të rritet blera pronat. Kuj do i kërkojnë e sapë të izraelit? Kjo është pyetja ime. Kuj do t'i kërkojnë e sapë? Ramës që i dha garancinë. Është një lloj si që ka qenë Tare Treshi, drejtori i portit Durrësit, që jepte garanci për kokainën. Dhe u detyru të ikte më vrap 2 ditë para se kishte një operacion antikokainë në Porto. Pastaj Rama bënë zëvendësministër, për kjo është drugi mesele. Pra, nuk mund t'japësh garanci për këtë gjona, pagu faturë kur jep. Atë ish drejtori i portit se ka bërë ala, po ka filluar të paguaj faturë. Pra, Rama ka dhënë garanci. Grisja e Flamurit dhe nesër sulmi ndaj kompanive qoftë me kapital përzier ku ka Çifut Hajdut që kanë vjedhur pronat shqiptarëve, do t'i bëj që këto mos të shkelin më në Shqipëri, dhe thonë arrit 700% ardhjet me avion të këtyre, po themi, turistëve nga Izraeli. Jo. Ka i problem shumë të madh këtu dhe Rama do paguaj faturë se ka qenë garanti. Dhe ja morin paret nga offshore-ët se ka thonë drejtën, unë respektoj izraelitët, janë shumë atë zotë, jo se Rama i copë drogagji, po dhe se unë e se ti bashkë për punë lekesh në offshore, në këto do më thënë parajsat fiskale etj. Janë shumë atë zotë, si din t'i fusin dhe din t'i nxjerrin nga atje. Kujtoj qik paret e Polos në Qiprën greke, kur hongri atë qeth me kare kineshe, 20-30% pareve i arrujtën Qiprën greke. Rama po ranë çmimet e pronave të Çifutëve këtu, pra të detyrohen t'i shesin më lirë se që kanë ble, dhe i paguaj nga pare që ka sjellën pa i Linda, ose nga kursimet nga rroga si kryeministër, gjithë damet që do pësojnë Çifutët këtu. Prandaj është e rëndësishëm ky. Nëse në Tiranë do shkulen telat me cilat kompania Kajo, shqiptare Çifutë ose Çifutë shqiptare, ka vjedhur tokat e Tiranësve den babaden, ngjarjet do precipitojnë. Pra kthehemi edhe herë ke banda Shurupi, grupi Shurupi s'ka si vlerë.
S'ka si vlerë, vëlla. Leti majnë ato në kontroll, thirrjet tash të quajtura antisemite. Shkojnë dot ato në kodër babru që ta binin popullit, lenja më faljani tokën, këtyre çifutëve që doni tokën e gjyshit ju. Nuk shkojnë dot. E njëjta gjë, shkonte dot Sala me Ramën në Kakome, që të përballonte me njerëzit atje, jo. Që do bëhet kompania Kajo? Do silli mercenar nga Izraeli? Po mirë me le silli. Po u vraj shqiptar, pastaj këtu s'ka më kom që futi. Nuk ka më. Pastaj do të kujtoj edhe gjatë. Në 28 nëntor 2019, majori karabinierëve Crispino Agostinovici bëri një gabim të madh. I tha ushtarëve italianë lidhni ke bishti Kenit, flamurin kombëtar shqiptarëve dhe e shëtitën në rrugët e Vlorës, ditën e flamurit. Kalun 7 muaj, italianët po humnin Vlorën dhe shqiptarët kishin vrarë pa fund italian, kishin kapur robër pa fund italian, përfshirë general brigade. Të njëjtën gjë kanë bërë çifutët me Ramën e Vlorë. Muzeun e Vlorës e shndruan në muze për çifutët, se pas kanë qenë ca familje çifute me rrugita çifutëve aty. Jo Pepe Levi, jo kjo familja Cohen e Ana Cohenit e tjerë e tjerë. E para. E dyta, e shkatërruan komplet sheshin e flamurit. Është fiks i lidhës ke bishti i Kenit flamurin kombëtar shqiptar. Është i njëjti provokim. Dakord me Vlora është e majt e tjerë, Vlora është ajo që bëri 97-ën, që bëri çfarë bëri. Po. Po është edhe ajo Vlora që në gusht të vitit 1991 rrëzoi monumentin e Hysni Kapos, birit të Vlorës, nga Tërbaçiotit Hysni Kapo. Pra kemi dy Vlora, mos harrojmë këtë. Është edhe Vlora e Vijdajn Bejeri Selis, që e shkulli komunizmin në Vlorë më mirë edhe se ky i Durrësit. S'po vjen me emrin tani. Pra, ta kam fjalën, është bërë një provokim i rënd në Vlorë. Është shkatërru muzeu, se do bëjmë muze çifut, pra muzeu historik shqiptar varja më. Është shkatërru sheshi flamurit, ka shumë simbolika i shesh, se do bëjnë nga këto shpikjet, si bën ke piramida diktatorit, domethënë. Dhe do bëjmë muze çifut, ka rrugeca e çifutëve. Është provokim i rënd, shkatërroj muzeun shqiptar se do bëj çifut. E kuptoni? Imagjino për një moment në Filadelfia të shkatërrohet veni ku është firmos deklarata pavarësisë, se do bëjmë, se kanë qenë ca familje çifute aty dhe do bëjmë muze çifut. Nuk guxon ai Paku, jo sot që i ka ra penët, po në dje, kur ishi i plot fuqishëm ai Paku. Këto janë provokime që shqiptarët i kanë gëlltitur, po s'po i gëlltisin më. Thash, në qoftë se do ketë goditje ke parku fotovoltaik në spital, ku janë dhe interesat franceze. E kupton, në qoftë se do ngrejen ato familjet autoktone atje, shkullin telat e parkut fotovoltaik spital, Rama do jetë duke taku burrin e Brigittës, asaj Brigitte Macronit. Këtu do dëmtohen pronat e investitorëve francezë, shqiptare, çifut bashkë, që kanë pas sa emra portugezësh në fillim, po pastaj hoqën vund sa emra francezësh. Jo, po kompania MOM është regjistruar në Holandë, po që nuk i dihet kush është pronari vërtet, se kështu janë investimet madhore në Shqipëri. Pra, ta kam fjalën, kthehem edhe një herë ke lejtmotivi. Grupi Shurupi nuk ka asnjë vlerë që mbajnë në mikrofonin. E nxorrën i natin me mu, unë e nxorra me ato. Për shembull, ka shumë mundësi të hiqet dhe trau i kastratit dhe në Kukës. Nuk jam vetëm unë që po bëj thirrje në internet, është edhe zoti Palushi që është kuksian me rrojnë, është familje e madhe me emër të mirë Kukës. Është edhe një ish deputete e PD-s në Durrës që nuk ja përshëlloj fare Sale, si thot Sale, shiko se ashtu është i punë me kastratin. Nuk ja përshëllen. Kjo ish deputetja nuk blehet me tollona nafte e benzine, se si blehen mulat e shullat aktuale të PD-s. Kështu që ka mundësi të filloj edhe trau. Që do bëj kastrati? Do mori mercenar serb kundra kuksianëve. Po që do bëj? Do shkoj policia e lodhur shqiptare që i kputë llastiku brekëve? Apo do shkoj këto të antiterrorit?
a e marrë men që i bonin, sidomos muslimonëve, se me ne tentun, po Suezi, sot antiterrorit, një herë tentun tani ke parkingu, 3 vetë nga këto, ju këthyn shqiptarët në burë, i bon fotografi surratit atyne, pra ato u dojgjën për filduar, kële të rrinë zyrë, i bon fotografi makinës. Dhe që ishe kundër përgjigje, thonë një polic me uniform, i kontrolloj mos ka gjoba, i kontrolloj e kanë atë jelekun e emergjencës, a kanë këtë që e kishin, të ndimët dhe Putin e ndimët shpejt, asë gjë. Imagjino si ishin të antiterrorit, imagjino kur futën 30-40 copë muslimon për futbollin e çifutëve, sa futën në Terenburg, që dolën gjithë papajshëm. 150, por 4 domethënë ndaluan 150, por 4 domethënë nga Shqipëria ishin që u akuzuan dhe u mbajtën 2 vite në burg edhe në arrest shtëpia. E kupton ti që të fitoj kyll që futi i neshje e koti futbolli, futen në burg i 150 shqiptarë. Dakord me 48 orë u lirun. Mos ta ka përbosh njeri më. Çka krimi kishin bo? Majnë mjekër. Po pse s'futën Fatostano si ishte gjallë atëherë, se tosi Marijes mante mjekër. E kupton se çaj idiot janë. Po pritet se ne ky Llamarina, ministri i Mrenshëm, e ne ky ma mjekër. Ta fusin më në burg, se ne ky duhet të jetë kështu terrorist musliman. Besoj unë, si thotë. Llamarina, që ka pasjen vite ma përpara zë mos finisë, mjekën e ka, surratin e ka i si të zi, fix terrorist islamik, ekstremist. Pra, ta kanë fjallën nga arrestimi ose ndalimi, po themi, përdorim termin e saktë juridik, 150 copë muslimanëve mrena natës, tani nuk guxojnë 3 çuna muslimanë të bëjnë në i gjo. Ose i thërrejten këto që me të mek do bëjnë presion. Është fix 90 vëlla. Në 89-ën bënde gjëmën operativi sigurimit. Minimumi futuroshe të ndurës paktën në internim në rreth greth, se mund të internonin në një poshtë nga kota e Labërisë, ose në veri, në Rubik ku ishe veni internimit. Në 90-ën s'kish më fuqi, i kishe ra dhëmbët, nuk të arrestonte, nuk të internonte, e vetëm gjë ishe demaskim këshillim, pra mblidhej lagja ose kolektivi punës dhe të shashin. Nuk bëshin mo as demaskim mas prillit, se ngreshin njerëzit mbroshin, është çunim mirë, është punëtor, është familje dëshmori të rrëvërë. Pra, ky është problemi shumë i madh i tyre. Kishe njerë vetëm këshillimi, shiko, ti e joni, ti e kshu, ti e tërsi, ti e vërsi. E njëjta gjë, i kanë rënë dhëmbët antiterrorit, me çfarë do kafshoj me Rama? Me çfarë do kafshoj? Me çfarë do kafshoj? Rama nuk arriti dot që batalionin e lehtë të Këmbësorisë Malore, duke i kanë vënë tabelën regjiment tani, nga Vadeja ta çonte për të bërë presion në rjoll, me të mek po bëjnë stërvitje, me hamera, me gjona, me kamiona, me trem ato gjynafjarët e rjollit që po mbrojnë tokën e gjyshit. E kuptohet apo? Nuk kam me çfarë të kafshoj. Me çfarë do kafshoj? Do thotë që kam me vete ambasadat e huaja. Po mirë, le dalja Madame Charge d'Affaires Nancy e ambasadës amerikane dhe ti thotë atyre që janë kryeministria ikni tani sa e shuosh i punë. Ose dalit ti thotë, lenit traun e kastratit, mori edhe ca lek kastrati, se s'ka buk me hongër i shkreti. Ose leni më traun e ulejt aty, mori ca lek ulej, se s'ka lek me i blej palë sandale për verë, kalemoj vetë. E bëndo të, ja përshëllen njeri Madame Charge d'Affaires amerikan, ja. Po kujde është përshëllen? Ti ambasadorit italian? Është ky presidenti, Bajrami mërë, që iku deri në Uzbekistan vetëm mos përballej me protestuesit. Se do bëj sesioni 5 i një konference për nxitjen e investimeve të huaja në Uzbekistan. Edhe shkoi ky dhe i nxiti atje investimet e huaja. E kupton? Nuk kanë më mjete për ta shtypur. Nuk kanë më mjete për ta shtypur. Ka ardhur si puna e shtatorit i 1917-s, kur qeverisë së Kerenskit edhe trupat kozake nuk i kishe shumë besnike. S'kishe as trupat kozake, jo më ushtrin. Nuk kanë më mjete për ta shtypur. Ja, qefi mollë pas kanë procedu penalisht Goxhajn. Goxhaj ka një 50, 60, 70 herë që ka procedu për 30 vjetë e funit. Se mos i hajnë 20-30 procedime. Shpen Gashit. Ai djalë relativisht i ri,
kohë fort nga Kosovarë, domethënë nga Malësia e Gjakovës, pavarësisht se Kosovarë fieri, e çet dhe tremësh atë me procedim. Ai filloi qesh fytyrë. Qesh më fytyrë. Nën qytetarët e tjerë, çfarë do bëjnë nën qytetarëve të tjerë? Do shkojnë ke oficeri i policisë gjyqësore. Po të kenë humor, do tallen me oficerin e policisë gjyqësore. Po s'kan humor, se mund të fillojnë ai çun njeriu në gocë e re, e pafajshme, do e trajtojnë sikur ta kenë kadamonin e vet. S'kan më çfarë të bëjnë. E kuptoj, nuk kanë më çfarë të bëjnë. Të ndërpres pak? Ha. Po. Thjesht për shikuesit tanë dua që t'i bëj një rezume të zhvillimeve fantastike më të fundit. Dhe pastaj domethënë ti mund t'i komentosh. Por e para dua ta filloj domethënë për ata që na ndjekin për reagimet e Ministrisë Ferit Hoxhës, që ka reaguar me vrap për heqjen e flamurit izraelit. Është i njëjti regjimi i Edi Ramës, i cili në 2022-shin uli flamurin e Iranit në Tiranë, dhe kur uli flamurin e Iranit unë burte se do buam iranianët, ndërsa tani këto qytetarët shkojnë edhe ulin flamurin e Izraelit, bëhet nami. Por për personat që mund të ndjekin faqen Facebook Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, është fantastike të shikosh komentet e shqiptarëve, domethënë i degenerojnë këta Ministrinë e Jashtme dhe Ferit Hoxhën, duke i sharë dhe duke i thënë çfarë doni ju me domethënë ç'na duhet neve domethënë me gjithë flamujt që futurish. Pra ka një histeri publike kundër Izraelit, edhe pse këta domethënë mundohen që të hiqen më çifut se sa çifutët. Në gazetën Impact ka bërë një opinion Artur Shkurti, drejtori shkollës Ulla e Pronjave, ku ai apelon në Ministrisë Punëve të Jashtme, i thot përpara se të na mbroj flamurin e Izraelit, ka për detyrë që të provoj shqiptarëve se po mbron poetin kombëtar Naim Frashëri. Po ka zhvillime shumë fantastike, domethënë çfarë po ndodhin. Por ndërsa nëse shikon rrjetet sociale, ka një simpati masive, mund ta them, për uljen e flamurit të Izraelit, qeveria, regjimi i Ramës, Ministria e Jashtme janë vërsulur gjithë kush e kush ta tregoj veten sa më çifut. Për shembull, Ministria e Jashtme e ka quajtur uljen e flamurit shfaqje të urrëties, intolerancës dhe nxitjes së saj, dhe janë krejtësisht të papajtueshme me parimet e respektimit dhe bashkëjetesës që Shqipëria i ka në themel dhe i çon me përkushtim. Domethënë, apo më tej, Albana Koçiu, zvëndës kryeministria, thotë ky nuk është thjesht një sulm ndaj një simboli shtetror, por i quan si akt që synon të shënjestrojë identitetin e një populli etj etj. Është e njëjta ministri, domethënë Ministria e Jashtme, e cila në kohën kur Izraeli po kryente gjenocid në Gaza dhe vrau rreth 100.000 palestinez, që nuk thoshte asnjë gjë, domethënë kur Izraeli i therrte palestinezët mysliman dhe të krishterë, ku jo që nuk bëj fjalë për intolerancë edhe për antisemitizëm, se tek e fundit fare edhe palestinezët semit janë, por domethënë kjo qeveri hipokrite, ndërsa rrinte urtë përpara krimeve të Izraelit, tani që preket një flamur izraelit bën namin. Ka patur disa reagime sot nga këta zarat e Edi Ramës, që nga Taulant Balla, i cili e ka denoncuar uljen e flamurit, te kuptohet maloku inferior Tropojan Seli Berisha, i cili të lutem hiqe malok inferior, po, nga Tropoja, se në prifsh të Tropojës ka lindur, po jo malok, nuk e që t'i bësh më, ashu është gatu i ziu, tani që t'i bësh?
Ai ka Unë- kompleksin e Kollovarit ndaj ish vjerrës serbe. Nuk e që ti Po, bësh ziun. Të lutem mos Beri, e përdor fjalën. mirë, Kompleksin prioriteti, nuk e që ti bësh. që kur ka ra nga mali o burr Ja, nuk u zbuto, por nuk u qetëtëroi akoma. Dhe Berisha do me thënë e quan akt kriminal ekstremist dhe antisemit. Rama do me thënë, bides Berisha është edhe më ekstrem, të ndërshpohet autori, të ketë ndorë Berisha shkon edhe e var atë vajzën që e rrëzo e hoqi flamurin. Dhe kemi patur edhe një reagim shumë interesant nga vetë Joel Kaplani, i cili nuk e ka vënë emrin e tij, por ka bërë një deklarat në emër të komunitetit shqiput të Shqipërisë, ku thuhet që komuniteti hebraik shpreh tronditjen, indinjatën dhe shqetësimin e tij të thellë për aktin e përdosjes të flamurit të shtetit Izraelit. Tani duhet më usëruar diçka për shikuesit tanë. Në qoftë se ky komuniteti hebraik shqiptar është krijuar në Shqipëri që të përfaqësojë një grup besimtarësh, sigurisht fjala bie komuniteti musliman përfaqëson muslimanët shqiptar. Unë besoj që ky komunitet hebraik nuk duhet të bëjë kështu lloj deklaratash kur ulen flamujt e Izraelit. jo, Sigur, jo, unë një jam moment, kundër me ty. një Do të moment ndërprej Asera. dhe do të kundërshoj. Ja, një fol, ha. Fol, Po, fol. sikur komuniteti musliman nuk reagoi kur ul flamuri i Iranit në Shqipëri. Ose fjala bie edhe po digjet flamuri i Katarit apo i Arabisë Saudite, komuniteti musliman i Shqipërisë që përfaqëson muslimanët shqiptar, nuk e ka të nevojshme që të identifikoj fjala bie Arabin Saudite me Islamin. Dhe unë mendoj që ky komuniteti hebraik do bënte mirë që ta ndryshonte emrin e tij nga komuniteti hebraik, ai quhente komuniteti i shtetit Izraelit. Dhe po të ishte komuniteti i shtetit Izraelit, atëherë besoj do kishte të drejtë që të reagonte për uljen e flamurit të shtetit Izraelit, se për ndryshe ky komunitet që pretendon të jetë komuniteti hebraik, do më thënë nuk e ka tagrin që të reagoj për përdosjen e flamurit të shtetit Izraelit. Sepse, do më thënë, ka shumë hebrej që janë kundër Izraelit. Sigur janë fjala bie grupi Nurit e Kartës, biles grupi i këtyre rabinëve çifut ortodoks janë vetë që i djegin flamujt e shtetit Izraelit, e kanë pjesë besimit tyre, se e shohin Izraelin si shtet mallkuar. Edhe dua të them që ky komuniteti hebreik i Joel Kaplanit në këto momente po sillet sikur të jetë departamenti i ambasadës izraelite, dhe në qoftë se është departamenti i ambasadës izraelite, unë do të sugjeroja, po kuptohet që në regjimin e Ramës nuk do diçka e tillë, po sigur shqiptarët kishin një shtet, ti kërkonin këtij komuniteti që ta ndaj, domethënë, atë misionin e tij, që ose është krah i ambasadës izraelite, dhe në këtë rast qeveria e Ramës mund t'i japi edhe status diplomatik, ose për ndryshe nëse ky komunitet është themeluar për të përfaqësuar hebrejt e Shqipërisë, do t'i kërkohet që mos hyjnë në çështje politike. Domethënë, ashtu sikur komuniteti musliman nuk reagon kur fjala bie nëse Shqipëria do prishte marrëdhënie diplomatike me Arabinë Saudite, sigur edhe komuniteti bektashian nuk reagoi kur Edi Rama përzuri ambasadën iraniane nga Shqipëria. Besoj që të njëjtën gjë duhet bënte edhe ky komuniteti hebreik. Kjo është mënyra se si unë e sheh. Si e mendon ti? Jam pak a shumë e këto, por dështoja një gjë. Një nga parimet e marrëdhënieve ndërkombëtare është parimi i reciprocitetit. Që përkon me atë që the. Por duhet kemi parasysh një gjë. Shefi i këtij komuniteti, rabini i nderuar Joel Kaplan, ka video të tmerrshme ku ai luhet të Adonait, Zotit Çifutëve, që t'i bekoj Çifutët kur vrasin terroristët palestinez. Është ajo lutja në çadër, me zor gjeta që të ma përkthejmë sakt. I bie shofarit, pra i bie atij të bririt ceremonial, një lloj si Neroni që i luante me harp kur digjej Roma. Pra, në sfond ishin rënojat e Gazës, shumë ngjashme me rënojat e Dresdenit
1145, të Tokios në 1145, apo që të themun me rënojat e Rotterdamit në 1140. Shumë të ngjashme. Pra, komunitetet shqiptare muslimane nuk kërkun gjë biles Baba Mondi, u puste, u përruqja fonte, dilte foto duke busjeshur vesh. Pra ne jemi tolerant, nuk jemi antisemit. Ne tolerojmë dhe gjëra të tilla. Nuk po them u ul flamuri i Iranit e tjerë se kjo është zgjidhur ka ajo mençuria angleze që thot what goes around comes around. Por e kam fjalën ke toleranca shqiptare, po abuzohet me tolerancën tonë. Unë jam mrekulluar me Baba Mondi që puthej me Joel Kaplanin masi kishte ra shofarit me rënojat e Gazës, ku nuk kyshe dot pa mas kundër Gazit se qelbeshin kufomat e palestinezëve. Nuk ka rëndësi terrorist apo gra me barë. Thjesht qelbeshin kufomat e palestinezëve. Dhe ky ndante karamele me Joelin ose me atë në kolonelin izraelit. Dakor? Unë revoltova kur u bombardu kisha e Shën Profirit, në shegu i kish, që funit u dëmton, tulla, laç, gur, varja. Unë u revoltova, i mallkova ushtarët e IDF-it, ushtarët që morën pjesë, jo gjithë IDF-in, kur sulmu santuarion e Shëngjërgjit në Liban, ose kur shkatërruan kishën, kisha dhe kishë ortodokse në Liban. Çfarë drejtë keni me kishën e vë? Ju e keni natën me terroristët islamik. Tani janë priftat ortodoks, priftat katolik që kanë islamik. Unë u ofendova kur patriarku lindor i Jeruzalemit bashkë me patriarkun latin nuk u lejuan shkoshin ke kisha ku, domethënë, po themi, kisha e varrit shenjtë e Krishtit të luteshin për Pashk. Për arsye jo jeni me 40 beste, jo, dhe ato thanë do shkojmë 2 vetë, që e lejon dhe rregulloria juaj. Jo po s'do shkoni. Falani po, mund i sharë sa të dush turqit, po edhe 916 i kanë leju prifrin falen ke kisha, pra ishin në luftë, ishin në luftë me Anglin që ishe krishterë, me Francën që ishe krishterë, me Italin që ishe krishterë. Dhe me gjatë e lejun prifte të faleshin, ke kisha e varrit shenjtë. E kupton, këto demokratët e Izraelit janë shumë më të këqij se sa Gjon Turqit në vitin 1917 në një vend në luftë, si Turqia, luftë për ekzistencë. Ky është thelbi i kësaj. Tani, për sa i përket këtij komunitetit, më duket i çik problematik. Pse? E kam thonë dhe përsëris, shqiptarët nuk i shpëtuan çifutët e vet dhe ato që na erdhën vetëm për shkak të besës. I shpëtuan edhe sepse i shifshin thjesht si viktima. Pra, në qoftë se Rumuni e shifte çifutin si një fajdexhi që i kishe pi gjakun katun, ose që i kishe falimentu biznesin qytet, dhe funi Gjermanët mirë po ja boshin, po ndëshkoshin një njeri të ligë. Ne i shifshin thjesht si viktima, gjyna fjarë, sidomos gratë e kalamaj, gjyna fjarë, pse i rrahin, pse i arrestojnë. Ne edhe në pjesën bullgare të Jugosllavisë, rreth qark manastiri, që ishte pjesë e mbretërisë bullgare, diplomatë shqiptarë kanë ndihmuar që të shpëtojnë çifutët e manastirit. Ai s'e shpëtuan. Pse? Se i shifshin si viktima. Tani këto gjithnjë më tepër po shifen si hajdut, si gjakpirës, që s'po lejnë gjë pa vjedh këtu, që po korruptojnë një brez të tërë të rinisë, dhe ajkën e rinisë shqiptare. Rinia e mençme, rinia me gjuhë huaja në për këto call centrat. Është të tmerrshme. Ose këto tokat. Jo po do vinë se do fusin teknologji të përparuara, do punsojnë shqiptarë. Pra unë nga pronar tokash do të them largat ke toka ime, po do më japi rrogë konkurruese. Edhe Edi Rama do t'japi 100.000 hektar tokë. A di se sa janë 100.000 hektar tokë? Është territori i qarkut të Tiranës. Domethënë, t'japësh një territor. 100.000 hektar tokë nuk kishin vrionasit bashkë me toptanasit. Që i quheshin latifondistë, nuk i kishe gjithë, jo një vrionas, jo një toptan, po gjithë familja vrioni, gjithë familja toptan, të dy bashkë nuk ishin 100.000 hektar tokë. Domethënë 100.000 hektar tokë do të thotë që ti japësh tokë nga Vora deri në Fark, në
formë katrore një territor të tillë t'ja japësh izraelitëve. E di çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ti të krijosh një enklav izraelite Po nuk është puna brenda. e enklavës se mund ta japin edhe copa. Problemi është këtu. Me paret që ato kanë, me teknologji që janë përgjithësi më mirë se ne, megjithëse që ne kanë hyrë teknologji moderne, do falimentojnë çdo biznes shqiptar më burr. Me kontakte ndërkombëtare që kanë ato, do falimentojnë çdo biznes dhe pastaj do fillojnë bëjnë tokat rrëdhëqar lirë. Se nëse unë kam falimentu, do ikin ke çuni, ke goca në Itali, në Gjermani, në Amerikë, sa ti mor lek asaj toke, asaj shtëpie, bëri qardesa. Ky është problemi. Prandaj, edhe ato policët që janë çuna tunarësh duhet ta kuptojnë që babës tim fshat do ja falimentoj çifutin, do ja falimentoj biznesin. Edhe ato dërkucët e antiterrorit duhet ta kuptojnë këtë. Edhe në qytet do ja falimentoj dyqanin, se do i sjellin më lirë për shkak të lidhjeve ndërkombëtare, financimeve nga bankat, komplekseve të inferioriteti që ka policia, ka dogana, ka tatimet shqiptare. Nuk guxon tatimori ti mori rrushpet biznesin çifut. Se thot, Mosadi, do ma fusin, do më fusin burg. Edhe i bi shqiptare se bash shqiptare. E zërë, jep rrushpet se du për vetë edhe për shefat, deri ke Rama sipër. Pra, Gjergji, bitë e kapitallarëve shqiptar, bitë e biznesmenëve të vegjël dhe të mesëm shqiptar ta dinë. Do t'i falimentojnë. Pra, ato polic, ato ushtar, ato shikas, ato antiterrorsa që merren me ty me mu, ta fusin kokë. Do ta hajnë ke familjet e veta. Do ta hajnë ke familjet e veta. Do humbin pronat, do t'i shesin për një fraksion vlerës. Ka shpërja në mjezit, do shesin centë për të kuar. Pra nëse një pronë euro, po thajnë do ta shesin 500.000 euro. Kjo është ardhmë. Maç të gjejnë dashjo. Ja kam thonë edhe për firmat piramidale, o bitlose nuk e më. Dhe 500.000 lekë për qejf, sigur për lung kazino. Jo, do shes pinu se do bëhem boss, se vetëm ti boss do t'jem edhe boss. Kjo është ardhmja. I them edhe darkuzëve të antiterrorit, do humni pronat e familjeve më, do ju falimentojnë, do ju blejnë për 5 lekë. Do ju japin ju ca lekë më shumë puna shqiptare, do ju përdorin si përdorin artistët juden policaj në përketot, që të rifshin qifutët. Si juden policaj, dhe në fund fare si doshin mo, oj që oshin në dhomat e gazit, do ju varmin, si në në geton e Lublinit. Pra, i bëj thirrje policisë, sidomos tyre të antiterrorit që fluturojnë, do përfundoni si juden policaj, po ju përdorin qifutët kundra shqiptarëve siç përdorshin nazistët, SS-ët, juden policaj në geto kundra qifutëve. Gjergji, një moment, gati të dalë në gjykatë. Një moment. Të sqaroj diçka në lidhje me këtë që ju po thoni. Një sekond. Kërkoj ndjes. Okej, jam krye detyrës. E kuptoj. Dua që të sqaroj diçka për shikuesit. Deklarata që ka bërë ky që quhet komuniteti hebraik shqiptar, që është OJQ-ja e këtij ukrainasit që Ilir Meta i dha pasaport, Joel Kaplanit, mua më duket shumë e tmerrshme dy paragraf që këta kanë në këtë deklaratën e tyre. E para thuhet, akoma më alarmuese janë deklaratat e dëgjuara nga foltorja e protestës, ku persona të caktuar shpallën publikisht se Izraeli është armiku ynë, dhe në paragrafin tjetër që vjen më poshtë, shive çfarë thotë Joel Kaplani. Shqipëria nuk mund dhe nuk duhet të lejojë që individ të maskuar apo grupe radikale të njollosin reputacionin ndërkombëtar të vendit tonë. Do të thënë Joel Kaplani, ukrainasi, që nuk di të flasë as shqip, po i quan vendin tonë Shqipëri. Edhe po thotë tani Shqipëria nuk duhet të lejojë. Jo, një moment lutem për ta mbaroj. Nuk duhet t'i lejojë, thotë, këta persona të maskuar apo grupe radikale. Do të thënë çfarë do të thotë Joel Kaplani me këtë? Që ata persona që kritikojnë Izraelin, apo që thonë Izraeli po na merr tokat tona, apo edhe dikush që mund thotë Izraeli është armiku ynë, ne jetojmë demokraci, mund ta themi atë, nuk duhet të i lejojmë. Do të thënë çfarë po bën thirrje ky Joel Kaplani? Ky po bën thirrje që regjimi i Ramës të fillojë
atë që ne e dim që e bën, të burgosi njerëz që kanë një mendim jo pozitiv për Izraelin. Dhe kjo bëhet në një kohë kur Izraeli është shtet që është deklaruar nga OKB-ja si shtet gjenocidial, si shtet apartheidial, ku kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, është një kriminal lufte që kërkohet nga gjykata ndërkombëtare penale, dhe për më tepër, ky personi, ky ukrainasi, që Ilir Meta me Ramën e bën me pasaportizim shqiptar, ky po kërkon që të merren masa dhe të arrestohen njerëzit që thonë Izraeli është armiku ynë. Tani, në Shqipëri, qa nuk gjen? Domethënë gjen njerëz thonë Turqia është armiku ynë. Ke njerëz tjerë thonë Islami është armiku ynë. I gjen edhe në për forume e tjera. Por nuk del ndonjëherë fjala bie komuniteti musliman që thotë duhet të arrestohen këta persona që bëjnë këto lloj thirrjesh. Unë me këtë deklaratë që ka bërë kjo OJQ-ja e këtij ukrainasit, unë po shoh atë që ju po thonit më herët, ku ky departament i ambasadës izraelite, se sikur e sqarova më herët, për mua emrin që ka kjo OJQ, Komuniteti Hebraik Shqiptar, është gabim, nga që këta nuk përfaqësojnë hebrejt, këta përfaqësojnë shtetin e Izraelit, por kjo OJQ po mundohet që të fusi luftë brenda shqiptarëve, të përdori policinë e antiterrorit, dhe janë shoqëruar shumë besimtar musliman për ato pankartat e tyre, dhe sikur e kemi analizuar edhe bashkë më herët, nëse në 5 ditët e para të protestës kishte njerëz që e nxinin Ramën me foto si Rabin Shifut, shumë nga këta qytetarë janë thritur dhe kërcënuar në rajonet policisë nga policia antiterrorit, dhe kjo është arsye pse nuk po i shohim më këto pankarta. Por çfarë po kërkon bëj ky ukrainasi me këtë shoqatën që ka themeluar, e cila sikur mund të shihet nga kjo deklaratë, nuk i shërben komunitetit hebrejve, por i shërben ambasadës izraelite, ta po mundohen që të përdorin shtetin shqiptar kundër shqiptarëve etnik. Koment jot, se ta preva fjalën. E para, i kujtojë Rabinit një shprehje angleze, pride goes before a fall. Menjëmallësia e keqja të Zot. Mënyrën se si ai shkruan këtu, pra luajnë gjurmë me shkrim, shkon për te nën mbretit, luogotenente generale, Markezit Jacomoni. Kjo i cop Rabin, ai ishte markezë, pra grada më e lartë përveç princëve dhe dukëve në aristokracinë italiane. Jacomoni kishe topa tanke, kishe nga 40.000 deri në 280.000 ushtar italian në territorin e Shqipërisë, në një vend me 900.000 banor. Dhe kur nuk guxoi të përdorte këtë gjuhë, të arrestohen, të bëhen të kështu, po, jo vetëm një kryeministri kuisting si Vërlaci që ishe më i manovrueshëm nga italianët, se me Mustafa Merlikën ishe shumë e vështirë puna. Nuk guxoi më të përdorte këtë gjuhë. Po shiko se janë grupe tjerë. Ne kemi rastin e Asandosit, ishe në gjykatën e diktimit, gjykatën e lartë. Dha dorëheqje vetëm se italianët e thanë që duhen dënu këto komunistët si terroristë, që vërtet ato kishin kryer akte terrori ato komunistët. Jo vaj, nuk i dënoj. Është pavarësia ime si gjykatës. Ky tani do të dali më i fortë se italianët. Po ku janë tanket e topat izraelite në Shqipëni, që do na imponohet ky? E kupton sa e turpshme është. O Joel, janë zgjuar kafshët nga gjumi, po citoj gozën e Enver Hoxhës, Pramera Hoxhën në 1990. Nuk të durojnë më të imponohen shu. Shko hapi laf me Baba Mondin, se bot mirë ai me gjalp dele jo. Kështu është. Janë zgjuar njerëzit. Ç'do bëjmë me këtë? Do arrestojmë, po le të arrestojmë. Ja, unë nesër pas nesër, po më dha truni, do dal me një parrull. Kajo me flamur shqiptar dhe izraelit, vjen pronat e shqiptarëve. Do dalë aty në demonstrat. Le të kapi policia antiterrori drejt shejtonit. Nuk e rruaj fare Edin. Edin nuk e rruaj fare. Dakor?
le të vinë këto mantenxherët, më thonë, jo politikë, ti shmangemi provokimeve, mos bien prej provokimeve, do të bi prej provokimeve, unë do ta bëj këtë. Ama ç'do bëj? Ç'do bëj? Është fakt që janë vjedhur tokat në periferi Tiranës nga kompania Kajo, që sipas QKR-s, Qendrës Kombëtare të Regjistrimit të Biznesit, është pronë shqiptarëve që i fute. Dakor? Unë do dalë që kjo ka vjedhur tokat e Tiranësve. Ç'do bëj zotnia? Do të pengoj mua që të mbroj tokat e Tiranësve në Shqipëri? Po pritet, kush që je ti? Kush mbështet ty? Ai shiku jon që zi me lidh bregët, i asaj ninfomanes nga Kosova. Kush? Antiterrori që i ka ra portën në zemër, që kanë frikë. 3 vetë ishin në parking, ikën si minj, ikën vetëm se ju po fotografi. Pritë, kush më? Iku ajo kohë kur Bashkim Lamnica rriftat e Altinin në Mren Xhami. Që Altini e kishe Dajën, e kishe deputet PS-s, sot është zëvendësministër Daja Altinit. Iku ajo kohë. Harro mushkë valaren se Ali Pashan e pren. Është një këngë ande nga jugu në Toskëri poshtë. Harro mushkë valaren se Ali Pashan e pren. Kanë ndrru gjona, zotri. Pastaj është edhe gjë tjetër. Një armen që ishe DCM, domethënë Deputy Chief of Mission, numri 2 i ambasadës, me funksion antiturk, këtu në ambasadën izraelite, u hoq. U zëvendësua nga Gali. Gali ishe shefi që mulonte marrëdhëniet me publikun nëpërmjet rrjeteve sociale dhe Ministrinë e Jashtme izraelite. Pra, Ajka e Ajkës, the cream of the cream, thot anglezit. Gali dështoi, pra ndër më të mirë që ka shteti Izraelit për sa i përket rrjeteve sociale, dështoi. Narrativa izraelite është inekzistente në rrjetet sociale. Dhe kur ka kështu debilër që vllazëria këto e mysin, 11 janë. Dhe nuk janë gjithë muslimanë, ke plot të krishterë dhe katolik. Ka dhe katolik budallej, që domethënë nuk duan ta shohin që po i vidhen tokat, vetëm kur ti falimentoj biznesi ose kur t'ia blej tokën e babës me gjithë llojet e vlerës, do zgjohet nga gjumi ai, po me ato s'ia blen të merr domethënë. Pra, e humën betejën ka rrjetet sociale me shefin e rrjeteve sociale të Ministrisë së Jashtme të Izraelit, që e parashtuan në Tiranë. Këtë duhet kuptoj Rabini Joel Kaplan. Duhet ta kuptojmë këtë. Janë zgjuar nga gjumi shqiptarët. Janë zgjumur. Nuk e çati bësh. E kanë kuptuar që ju po i villni, po i mashtroni, po a merrni tokat. Nuk ka më. Është si puna palestinezëve që 15-20 vjet mas mandatit britanik në Jordani, Cisjordani që quhe ajo, u zgjuan. Ne u zgjuam më shpejt. Kemi rracë më e mirë se palestinezët më e zgjuar. Do ke bela shumë nga Izraeli në Shqipëri. Nuk mund villet kaq kollaj ky vend. Po ndizet kudo patriotizmi, dhe jo ai patriotizmi butaforik, patriotizmi folklorik. O sa mirë me ken shqiptar, Xhamadani via është Kosova, është Shqipëria. Patriotizm real. Për shembull, çe kishin këshillu policisë kuistinge shqiptare, erdhën këto me flamur nga, domethënë, tipike këshill çifuta, me demek e zgjuar. Se nuk e njohin natyrën e shqiptarët, hajvanat çifut. Erdhën këto me flamur nga Londra, nga këto, nga Murriqani, i kishin vënë secilës targ, u morën targat se procedura i kishin vënë gjob, diku ke 1000 lekë gjob. Pengim trafiku, domethënë është një gjob që s'ke çaj bon, se thotë jo, po atje kishe penguti se u vonu 5 minuta ajo makina mrapa teje. Dhe kur shkon Murriqani thanë shkoni, paguini në Shkodër, ke policia, këto, se i ulet edhe 30% sa i ule i gjoba, pra erdhën, manifestuan kundër Ramës, kur po dilshin i rikthyn në Shkodër. Pra, u harxhun ca kohë, u harxhun edhe ca karburant. Bukuri, u harxhun edhe ca lekë që funit shkon për shtetin shqiptar. Do villet nga këto shokët e ritjellës, po prap. Pa e kupto se çau urrëti jesh ngulur në shpirt atyne, se kjo gjoba nuk është që ato i falimentoi, po vdesin për bukë dhe thonë shteshem ne që erdhëm me flamur shqiptar në Tiranë. I keni mush murreti më. Dhe unë do t'ju shpjegoj atyne që i keni peshkesh nga çifutët. Se ta akuzoj antiterrorit që po shpit, që ka qenë një mendje shqiptare aty, ky Llamarina, që është ky ministri mrenshëm, ka mendje femër, domethënë, se mos është ashuaj. Pra është shumë i zgjuar, se shpreha ka mendje femër në gjuhën shqipe,
Pra është shumë i zgjuar dhe e ka zbulu vetë këtë histori me Gjobë. I vim Gjobë, kthehet mbrapsht, i përçudnojmë, i poshtrojmë. Keni shtuar urrëtitjen. Dhe unë do ja shpjegoj që keni peshkesh, kanë çifutët, që shtohet urrëtia shqiptarëve edhe në Londër, edhe në Frankfurt, edhe në ç'themun në Hag, edhe në Liezh, edhe në Herstalt Liezhit. E thas kastilen fjalën Herstalt. Dakor? Këtë ta vënë në mend këto që këshilla që futet për t'i fut ka 10.000 lekë Gjobë tyne backfire. Do kthehet mbrapsht, do bim kokë. Do të kthehet mbrapsht, do të bim kokë. Si jeni më të zgjuar se ne, o zotrin që fut. Mos ta binim qafë. Ruajeni atë miqsinë e vjetër shqiptaro-izraelite. Ruajeni. Mos na rripni lëkurën. Se do ju vëm duar në fyt më. Dy dur për i kokja. E them sinqerisht, do t'ju vëm duar në fyt po na vodhët. Mos na villni më. Unë kam dashur me vra Hajdudin gjatë tërmetit. Kam dashur me vra. Gjergji, më fal, vetëm shiko komentet e njerëzve. Për shembull te Facebooku im, pasi kam vënë videon, shifi komentet. Bravo. Jo vetëm flamurin me dëbuar, por edhe ambasadorin. Tjetri, flamuri shtetit gjakatar do të ishte hequr me kohë. Tjetër, ata duhen fshirë nga faqja e dheut, flamurin mund t'ja përdorësh për të. Pjesë aty janë me emër, nuk janë me pseudonime. Pra, kur ajo dalin me emër, nuk është pak. Një tjetër, i lumt të dora, mund t'jetë ndër paktat aty mes 250.000 vetave. Tjetër, akt rezistence, ka dhe teori konspirative. Tjetër i quan shote Galica me dekolte. Tjetër, mirë ka bo. Femër sa 1.000 burra, thot. Bravo. Do më thënë, bravo. Edhe, do më thënë... Më fal, ka bërë në emrin, Mondi Hoxha. Pra nuk është me maskë, nuk është suflari që gji me maskë, është aktrimërie. Okej, tani ka edhe njerëz, sidomos kosovar që janë dorë të huajve, ka tjerë që thonë zoti dritja bëft shpirtin asaj vajze, një tjetër thot flamur kriminelash, ka teori konspirative, thot kjo është dorë e Iranit, thot. Ata janë në plan të nxisin antisemitizmin në Shqipëri, kjo është në dëmin ton. Tjetër thot, dikush thot, kjo është shenjë fitore e madhe, gjithë bota është proud to be Albanian. Dhe ka, do më thënë, edhe teori konspirative, por në shumicë ka një, do më thënë, një bravo super... Shqipe, ishte njëra aty, bravo Shqipe. Bravo. Me flamur Kosovës dhe Shqipërisë. Do më thënë, kjo është nga komentuesit që janë shqiptar, që përdorin Facebookun, kurse po të shofësh në Twitter, është një ngazëllim i papar i të huajve, të cilët do më thënë po i hikën truri perëndimorëve me këtë që po shohin që po bëhet në Shqipëri. Është shumë fantastike, do më thënë, reagimet që po ndodhin, po të shohësh edhe në faqen e Ministrisë Jashtme. Tani pse po i përmend unë këto? Po i përmend nga që, sikur kemi thënë edhe më herët, shiku, ndoshta ambasada izraelite, Mossadi, ndoshta, ku dëgjon, po besoj se ka qenë shiku me antiterrorin, janë munduar me sa kanë patur mundësi në këto 13 ditët e fundit, pasi e morën protestën me dhunë, që nëpërmjet Gjent Prognit, Ilir Xhemalajt, Arben Kolës, ta censurojnë protestën dhe ti detyrojnë me pahir protestuesit që vetëm të lërasin Ramanburg, Berishamburg, por që mos përmend asnjë gjë për punën e Izraelit. Këtu është shembulli një protestuesi të ri, të cilit i mbyllin mikrofonin, sapo thotë Izraeli është armiku jon. Sigur kemi përmendur edhe më herët, ky grupi Gent Prognit që ne kemi denoncuar, sikur pranon në intervistën që ky ka patur me këtë Roland Qafokun, e ka pranuar vetë që ta nuk janë organizatorët e protestës. Progni pranon në intervistën që ka dhënë me Qafokun që në protest e ka futur Jacqueline Lekatari,
dhe më pas janë bashkuar OJQ-istët e ambasadave të Tiranës, grupet e pederastëve e tjerë që e kapën protestën. Ndryshe nga që tregoi investigimi ynë që këta paguan 2.000 euro në ditë, Progni pretendon që paguan vetëm 300 euro në ditë për fonin. Dhe në intervistën që ka patur me Qafokun, Progni Mund të ndërpres pak? Mund të ndërpres pak? po, Ndoshta formalisht Progni ka të drejtë se kompania mund të ketë deklaruar këtë tatime 300 euro në ditë po, për të bërë evazion fiskal. që mos paguaj. Kështu që mund të ketë letra 300 euro dhe formalisht ai është në rregull, ja, këto kanë deklaruar këtë tatime. Po, Shqyr që ma kujtove që nesër të interesohen për të kontrolluar se është e hënë çka ka deklaruar kompania këtë tatimet, se kam i burim atje dhe këtë tatimet. po, Pra, po, dhe Progni në këtë deklaratën që ka pat me Qafokun tregon që ka 40 bodyguard. Tani se si i mban ai këta 40 bodyguard që e ruajnë atë, dhe ne kemi treguar këtu dhe unë kam treguar në për intervista, edhe tani më është bërë virale që këta e mbajnë mikrofonin me dhunë. Do më thënë, Progni, sigur kemi konstatuar neve që në fillim u sol me qëllim në protest. Dhe ai e pranon zaten edhe në intervistën që ka dhënë për Qafokun, se si për shembull të ka ndaluar ty që të flasësh, edhe thotë e ndalova të flasi, thotë nga që ky do fliste për Iranin. jo, se është njeri i Iranit, jo, do fliste për Iran. Edhe thotë pastaj në minutën e 21 thotë që Orsi Ajazigjina akuzon që kemi ndaluar Iranin. Domethënë kur pas ke shkuar ti aty në Tiranë, sipas trurit të Prognit apo ata që instruktojnë atë, ti pas ke shkuar se pas ka dhënë urdhër Moshtaba Khamenei të flasësh. Në intervistën që ka patur, Progni tregon që ka ndaluar flasje edhe avokatin Zaçe Islami, i cili edhe ka bërë video ku tregonte se si e sulmonin. Edhe ky Zaçe është spioni iranianë? Se mirë unë ziu, po të Zaçe. Po, kështu është, domethënë se si funksionon skema e antiterrorit Gjergji. Domethënë nuk kemi çfarë të bëjmë, ne kemi thënë më herët se si Meku e kapi antiterrorin ndoshta që nga viti 2020-a, po ndoshta me nga 2019-a. Shiko dokumentat e atij budallait Gledis Nanos, që nga 2019-a janë shpresat e para të Mekut. Ama unë nga 2020-a, nëse s'kam gabim, kam vënë re që u bë shumë agresiv antiterrori, domethënë kundër kritikëve të Mekut. Megjithatë, çfarë ne kemi vënë në pa është që ky grupi i Prognit u fut me qëllim në protesta që të ndalonin njerëzit që të kritikonin Izraelin. Dhe domethënë tani më ka video virale, nuk jam duke i hapur videot se s'kemi kohë, ku që nga ky Arben Kola e Çarjan thonë mos u bëni antisemit, mos u bëni racist, domethënë mos na e përmendni Izraelin. Po sa herë që del ndonjë person si ky djali këtu, domethënë që arrin që ti rrshkasi këtyre cubave, 40 cubave, shumica e cilëve janë katolik, domethënë. Tu rrshkasi dhe të përmendi Izraelin, menjëherë kapen këto fraza dhe ne pam reagimin e shoqatës Joel Kaplanit. Por ndryshe nga që Gjergji deri tani kemi qenë vetëm unë edhe ti që flisnim për këtë gjë, kemi shumë persona që po ekspozojnë grupin e Prognit. Për shembull kemi Alfred Çakon, i cili në datë 19 tregon që një grup katolikësh që Rama ka pasuruar me lek taksapaguesish ka marrë në dorë protestën. Bëhet fjalë për Gen Prognin, i cili ka qenë pjesë e akshit që merrte nga legët që grabiste akshi qytetarëve shqiptar. Në emër të është më e ndërlikuar ajo punë. Unë ende nuk kam shënë në dorë dokumentacion të policisë shqiptare, se unë besoj që Progni është përdorur edhe si agent provokator, pra agent provokator. Është fiks si ajo Arrijovka që denoncoi atë iranianin që hongri 10 vjet burg për terrorizëm. Fiks si ajo, sepse ky e inicioi akshin me urdhër nga lart. Kështu që mund të jetë edhe në rolin e agentit provokator, por duhen gjetur letra, nuk mund të flitet qesim. Unë po kërkoj letra. Përveç
mundësisë që mund të jetë përdorur si agent provokator, ky ka përfituar nga lekët e Akshit. Domethënë aty ku vjedhin izraelitët ka marrë edhe ky lek. Përveç Çakos, këtë grupin e këtyre që kontrollojnë mikrofonin e ka denoncuar edhe Altin Goxhaj, i cili e ekspozoi biles me emër Ilir Xhemalajn për ndalimin e folësve. Më Aty falë, pra, ky rast i ti, Ilir Xhemalit, më duket shumë interesant, sepse më duket sikur si një operacion shërbime sekrete, pra unë e kam Olsin në zarin tim, spionin tim, dhe e çoj ke një shërbim sekret që është të paktën rivali imi për mos me thënë kundërshtari imi, dhe përpiqem ta infiltroj ke ky shërbimi sekret tjetër. Është shumë interesant ky rasti Xhemalait, por ka nevojë për më shumë elaborim nëse është përdorur i tillë, pra nëse shërbimi sekret izraelit po tenton ta infiltroj pranë një shërbimi sekret të një vendi të NATO-s, vend miqësor me Shqipërinë, e theksoj. Mbetet për të parë, nuk kam akoma prova të pakundërshtueshme, që janë të provuara beyond any reasonable doubt, pra katërcipërisht të provuara. Po më duket shumë interesant pozicioni i këtij. Më duket shumë interesant. Kalimi domethënë nga zari i asaj lesbike së hajdute Yuri Kim, që ishte ca kohë ambasadore në Tiranë, ke këto pozicione, më duket si dërguar me mision. Marrove punë këtu, do shkosh atje se ashtu është çështja. Por njëret për të parë duhen gjetur më shumë dokumenta. Kjo është e keqja, kaq. Megjithatë, ajo që ne mund të konstatojmë është që hamendësimet tona të para, domethënë kur dukej e bardhë në zezë që protesta u mor peng, dhe domethënë faktet flasin vetë që u larguan banerat anti-izraelit ku antiterrori filloi të thriste në për rajone këta që kishin slogane anti-izraelite, apo të regoni Ramon se që fut, dhe zëvendësimi tyre me flamuj amerikan dhe me këto qeleshet e kosovarëve, tregon që ndodhi domethënë një kapje e protestës nga brenda. Është pak a shumë për personat që kanë lexuar historitë e revolucioneve, gjithmonë në revolucione ke kështu lloj përplasjes. Për shembull, revolucionin bolshevik, kemi bolshevikët që luftojnë me menshevikët, kush do ta marri kontrollin. Apo kemi revolucionin iranian. Nuk është kjo. Ose kemi revolucionin iranian. Nuk është kjo, më vjen keq, nuk është kjo. Do janë një grup të parashutuarish që pak a shumë e kryen detyrën, por protesta u rritaq shumë sa që doli jashtë kontrollit të tyre. Një moment, fal, se edhe revolucion, edhe bolshevikët ishin të parashutuar, i parashutoi shërbimi sekret gjerman tek e fundit. Në një popull që dakord të Floriri, Leninit edhe treni me ato të sigjilosura, të plumbosura, me vagonet e plumbosur, okay, po. E kanë fjalën që tani protesta ka dalë në gjithë Shqipërinë. Është fiks. Ta nuk e kontrollojnë generali Lafayette, heroi i gjithë kontinenteve, që në fillim e shifte populli i Parisit, wow, çfarë është ky? Heci aq shumë revolucioni para sa që qelbësirat e lagjes Saint Antoine nuk ja varashin Lafayette-it. Që Lafayette ishte shumë më trim se ato. E shanin gratë e lagjes Saint Antoine, që Lafayette përdorim armësh bardha, përdorim armësh zjarri që shumë i zoti se ato. General Lafayette, heroi i Amerikës dhe i Francës. Jo me këto rrëmbythjet që janë ke grupi Shurupi. Ky është problemi, domethënë. Ka hec para protesta, nuk ke ç'a di bësh më. Kush do ja fërshëllente në Kakomet, shkote ky qeleshja? Kush do ja fërshëlleteve? Do e kapshin dhe ullshin det, se rrezik s'dia stotej. E kupton, ky qeleshja nga Kuksi, çfarë është ky Kolashi, Kola, çfarë ka ky? Kola, Arben Kola. Ta kam llafin. Nuk ke ç'a di bësh. Atje salat shkojnë, nuk ja fërshëllen njeri. Ta nxjerrësh Ilir Mete nga burgu, ta çoshin Kakomet dhe merreshin me shkelma. E njëjta gjë do ndodhi në Tiranë, e njëjta gjë do ndodhi me këto fotovoltaikë në Durrës, unë jam shumë i sigurt. Ka shpërthyr domethënë. Nuk duron më, e ofendoi ky qelbësira, kryeministri jon, zonjën Koja Spahivogli, se ke shtëpi ndërtim pa leje, ta ka legalizuar PD-ja.
ajo shtëpi në bulevard është paktën pjesë të 3 filmave. Duke filluar nga Fortuna 58. Pra ishte ndërkim palei 58 që legalizoi PD-ja në vitet 2005 kur ishte PD-ja 2013. E kupton sa idiot është kryeministri jon. Vetëm sa ajo dëmtoi projektin e Lordit Rothschild, projekti TID për të vjedhur shtëpitë shqiptarëve. Them edhe një herë, kryeministri nuk do t'i vjedhë shtëpitë dorësakte. Bile s'po të filloj rezistenca si parashikojnë në Elbasan, s'ke për të vjedhë as shtëpitë e lagjes Kalan në Elbasan. Lordi Rothschild do jetë shumë e fat po të majtë Butrindin. Se po zgjohet italiere, po imagjino sikur nesër Italia të dekoroj kontin Ugolini që zbuloi Butrindin bashkë me 5 arkeologë tjerë italianë. E kupton? Po sikur zgjohet Franca nga gjumi të dekoroj arkeologun Leon. Gjergji tu pre zëri, duhet të kesh problem me internetin. A më dëgjon? Okej, miq, u shkëputa me Gjergji Thanasin, si duket ai ka problem me internetin. Po e mbyll këtë bisedë që kisha me Gjergjin këtu. Në këtë bisedë bëm pak a shumë një farë analize të rrjedhës së protestës, edhe se si kjo protest ka arritur kulmin ditën e sotme, kur dje është hequr flamuri izraelit nga godina ku është ambasada e Izraelit në Tiranë, dhe kemi patur reagim nga ambasadori i Izraelit, nga komuniteti i hebrejve, që është komuniteti i ambasadës izraelite të Tiranës, reagim nga zëvendës kryeministrja e Ramos, nga Ministria e Jashtme e tjerë, dhe diskutuam gjithashtu edhe se si ka dështuar projekti për të mbajtur protestën në kontroll me këtë bandën e këtyre 40 Fordëve të Genprognit, të cilët i heqin mikrofonin nga dora e qytetarëve që duan të flasin dhe që kritikojnë Izraelin dhe mafjen izraelite të Ramës. Këtu nuk bëhet fjalë për të kritikuar çifutët si popull, por kështu ka ndodhur që ashtu sikur fjala bie Cosa Nostra është organizatë e mafjes italiane, edhe me rastin e kryeministit Rama, ai është lidhur me disa kriminal izraelit me të cilët është duke vjedhur pronat shqiptarëve, dhe këto denoncime që kanë ndodhur në protest apo në për rrjetet sociale kundër shitjes së shtetit që Rama është duke bërë, këto denoncime ishin ato që quan në shpërthimin e protestës së Zvërnecit. Ky është shqetësimi i qytetarëve që e nisën këtë protest, dhe sikur pam nga deklarata e komunitetit hebraik të Tiranës, është që ky komunitet hebraik tani më po i kërkon autoriteteve shqiptare që t'i shtypin qytetarët shqiptarë të cilët janë të alarmuar dhe besojnë se Rama është duke shitur ADN-un e tyre se kjo mafje ndërkombëtare. Me kaq po e mbyllim bisedën për sot, shihemi në bisedat e tjera. Selam aleikum wa rahmatullah.